Dhoma i shërben vetëm interesave amerikane apo interesave të biznesit në përgjithësi? Kjo është pyetje kot të ngacmuar më shumë. Jo për të informuar të tjerët. Pra, normalisht kur themi dhoma amerikane, jemi vetëm për bizneset që si të ka një lidhje me Amerikën apo në tërësi? Patjetër që ne përfaqësojmë interesat e modelit amerikan të bëri biznes dhe misioni kryesor i dhomës është të sjellë sa më shumë biznes amerikan, të sjellë sa më shumë investitor me Amerika, të nxjisë relatet e tregtisë me Amerikën. Ky është misioni kryesor. Po që të ndodhi kjo, duhet që ne të punojmë, dhoma të punoj, për të përmirësuar klimën e biznesit, apo jo? Për të përmirësuar hapësirën që investitorët amerikanë të vinë në Shqipëri, të kenë një terren transparent, të kenë besim. Pra, në qoftë se do përmirësohet klima e biznesit, do përfitoj dhe biznesi shqiptar. Është e detyrueshme që kjo do të arrijë një objektiv shumë më të gjerë.